duke parë këtë zhvillim të Kosovës që unë 2005-ën thoja që nuk krahasohet me Shqipërinë sepse është një vëzhgim shumë i holl psikologjik i natyrës njerëzore, por natyrisht edhe historisë më parshme të dy vendeve. I marr si dy vende sepse të tilla kanë qenë, pavarësisht që jemi dy vende. Them që sot është shumë e avancuar në çdo sektor, edhe në menaxhimin e krizave politike. Kosova është më e avancuar se Shqipëria. Edhe në menaxhimin e situatave ekonomike, krizave ekonomike, është më e avancuar se Shqipëria. Kemi thënë shpesh zonja Axhi, por kemi parë një vit nga kriza në krizë në Kosovë. Pas një vit vështirë, kur s'kemi pasur një qeveri për gati një vit. Tani kemi krizën e presidentit, kemi pas një krizë parlamenti. Si shpjegohet? Është e vërtet, ka dhe shumë vende të tjera, keni parasysh Hollanda përpara disa vitesh mbas fitores që pati Partia e Djathtë. Nuk do përdor term ekstrem i djathtë sepse jam kundër këtij termi, Partia e Djathtë. Në Holland kaloi një periudhë disa mujore deri në një vit e gjysmë. Jam dakord, dhe Belgjika dhe Çekia po ka vende të konsoliduara në rastin e Kosovës. Ne nuk mund të marrim referencë, ne nuk mund të themi gjithmonë të relativizojmë themi po këto janë vende të konsoliduara, po kjo s'është vend. Kosova është vend i konsoliduar për mua. Është shumë e konsoliduar se sa Shqipëria sot. Dhe kriza që ndodhi në Kosovë natyrisht ndodhi për arsye sepse kishte një klasë të re politike që erdhi në Kosovë. Ajo klasë e re politike natyrisht kërkon një kohë për të maturuar. Dhe për mua ishte mungesë e maturisë së klasës së re politike që erdhi në Kosovë. Por, pavarësisht kësaj, Kosova arriti të menaxhojë pa një konflikt politik deri në atë shkallë që prodhojmë ne në Shqipëri në mënyrë të përditshme në parlament apo edhe në partitë politike shqiptare. Dhe pavarësisht që aty nuk u bë një tryezë, sepse unë gjithmonë kam qenë e asaj ideje që dhe me ardhjen e Albin Kurtit përpara disa vitesh në Kosovë, sepse kjo është fitoria e tretë e tij. Ndoshta do të kishte qenë shumë më mirë për sfidat që ka Kosova që të bëhe një qeveri e një koalicioni të partive politike, pra një tryezë e cila dhe do qeveriste, ku duke përfshirë këtu natyrisht partitë e opozitës që kanë një eksperiencë më të gjatë në menaxhimin e krizave në Kosovë. Kjo nuk ndodhi. Dhe kështu që duhet t'i jepë kohë, një faktori të ri të elitës politike të Kosovës, të udhëheqjes politike të Kosovës, sepse ishte rokadë shumë e madhe, rokada që ndodhi në Kosovë me faktorin politik. Duhet t'i jepë kohë për të natyrisht për të stabilizuar dhe për të maturuar. Kjo nuk shkon sepse unë dëshiroj të mbështes njërën pajti ndaj një partie tjetër. Përkundrazi unë kam ndryshime personalisht shumë të mëdha ideologjike nga Albin Kurti. Do me thënë, ne jemi ideologjikisht kundër në qëndrimet tona. Por, gjithsesi, Zoti Kurti arrin që në fund fare të ofrojë një lloj paqeje në përgjithësi dhe këtë shifën një sistem zgjedhor që gati pamundson fitoren e një individi apo një force politike dhe jo vetëm kaq, por të prodhoj zgjedhje të cilat nuk janë parë në Ballkan për shumë vitesh. Është gjë tjetër ajo se çfarë doli, po edhe rasti prokurorisë Kosovës në zgjedhjet e fundit. Hyri prokuroria në fund fare dhe gjeti shkelje pafund të votave të kandidatëve. Po në Shqipëri nuk ka as prokurori për këtë. Këtu është bërë një black book që quhet libri i zi i zgjedhjeve, me gjithë masakrën zgjedhore që është bërë në Shqipëri dhe spaku akoma flen mbi të, mbi ato dosje, ndërsa në Kosovë ndërhyri më njëherë mbrëmje ditës prokuroria e Prizrenit. Për ato çfarë ndodhi dhe prokuroritë edhe tjera, e qarqeve tjera. Dhe gjithsesi po çohësh vitrinën e Kosovës ditën e zgjedhjeve, nuk ka asnjë ndryshim nga Suedia, nuk po flas unë me vendet e mesdheut, flas Suedi, Norvegji. Megjithatë pat nivot ekonomike dhe financiare jo të vogël nga fondet e Bashkimit Evropian. Kosova ishte vendi që përfitoi më shumë fonde nga pjesa e ndarjes së fondeve të rritjes, dhe nga ana tjetër një pjesë e mirë e këtyre fondeve ishin fonde të parikthyer, pra që humbën në mënyrë definitive dhe një pjesë tjetër u vonuan. Por ishin edhe fond, por keni parasysh që Kosova ka qenë me sanksione ka 2 vjet. Po masat janë miliarda, masat nuk ishin masat vogla. Masat ishin në aspektin ekonomik, kanë bërë dëm Kosovës sepse ndërpren shumë projekte. Dhe kjo ndodhi në të njëjtën kohë kur administrata Trump ndërpreu projektet u ndërprej ajo linja USAID, së cila doja kishte menaxhuar krizat në përbot, por që s'kishte bërë gjë tjetër vetëm të rigjeneronte para për një grup, për një elitë të caktuar pseudoliberale, dhe kjo ndërprej dhe kjo në Kosovë. Dhe Kosova varej shumë nga projektet të këtij lloji dhe fondet të këtij lloji. Gjithë këto vite Kosova pas luftës është varur nga këto. Madje po të diskutoni sot për sot në Kosovë në lidhje me mbylljen e USAID-s,
të fondeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës nëpërmjet USAID-it, shqiptarët e Kosovës do thonë që ata s'kan parë kur asgjë të keq nga USAID-i. Sepse ata shohin të përditshme në tyre. Ato nuk shohin atë global picture se çfarë mund të bërë USAID për amerikanët, që janë mida dollar të taksa paguesve amerikanë. Pra duhet të them që Kosova është rritur me këto lloj fondesh dhe pavarësisht sanksioneve, përsëri arriti ta menaxhojë veten e vet. Sot ne kemi një krizë të re, është kriza e presidentit. Por edhe kjo krizë presidenti funksionon sepse atje funksionon një shtet. Dhe funksionon më tepër shteti i Kosovës se sa funksionon sot shteti i Shqipërisë. Sepse në Kosovë është e vërtetë që ti mund të jesh sot një president. Mund të kesh shkuar dhe takuar edhe Donald Trump në mënyrë publike. Po kjo nuk përbën asgjë për faktorin e brendshëm të Kosovës. Nuk do të thotë që ndikimi ndërkombëtar që ti ke të ndikojë në faktorin e brendshëm politik të Kosovës.